Puna e madhe që u krye në tokë do t'i jap jehon enorme qiellit shqiptar. Gjithë ky investim madhështor në terminalin e ri që realizua për vetëm 3 muaj në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës e bën këtë të fundit të jetë porta ajrore më e veçanta jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë. E për ta parë gjithë këtë progres, këtu të premtën zbarkoi edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që me kërshëri të lartë vizitoi secilin kënd të kësaj hapësire. Nga ajo se çfarë pa Rama u ndihet që në fillim i fasionuar. Për gjithë këtë projekt gjigant ai përgëzoi grupin Kastrati dhe menaxhmentin e aeroportit që sipas tij kanë bërë një nga transformimet më të rëndësishme në ekonominë shqiptare. E shefqet Kastrati e njoftoi se investimet në këtë qendër fluturime shkapin vlerën deri në 150 milion euro e që janë vetëm fillimi i një tranzicioni infrastrukturor në vend. Ndërkaq arkitekti italian me nam botëror Marco Casamonti shpjegoi në detaje se çka e bën unik tashmë këtë stacion ajror, duke u nisur nga fasada e re, që është një nga elementet më të spikatura të projektit. Kjo mbasi i bëri shumë përshtypje Ramës që është edhe vet artist. Projektuesi italian theksoi se fasada është frymëzuar nga motive tradicionale shqiptare dhe është ndërthurur me arkitekturën bashkëkohore për të krijuar një identitet unik estetik dhe kulturor. Por kjo nuk është e vetmja. Këtu ndërtua dhe një strukturë e re moderne parkimi me 1000 vende shtesë, e lidhur direkt me terminalin e aeroportit, duke quar në 3000 totalin e vendeve të parkimit. Transformimet e fundit janë pjesë e një programi të gjerë investimesh, që përfshin zgjerimin e mëtejshëm të zonave të mbërritjes dhe të nisjes. Kësaj qysh tani, kryeministri shqiptar thot se mezi e pret finalizimin e tij. Imaginò andei con il avvione di dietro, sì.